nga zonat më të thella malore të veriut, zbritën në kursin e qelur në Durrës 317 grave vajza për të zgjeruar e thelluar njohuritë e tyre ideopolitike, për të kalitur çdo ditë më shumë si luftëtare të sërisë, për të quar më me fuqi në skajet më të larta të dheut zërin e partisë. Jeta në kurs u qel horizonte të reja malsoreve tona trime e të zjuara. Ajo mëson atyre çdo ditë gjëra të reja. Dhomat e fitjes lahen çdo ditë. Higjiena e banesës kërkon kujdes të vazhdueshëm. Shumë gjëra duhen mësuar, por zelli për të përvetësuar çdo gjë të re nuk mungon. Gjallëritë e veçantë kanë dhomat e punës politike. Materialet e partisë dhe fjalimet e shokut e Enver, thot Agja, më bajnë me mendue vazhdimisht se ne duhet me u marrë më shumë me politikë. I fejumi më kërcënoi të mos vi në kurs, thot Tonja, por unë ju përgjigja. Edhe pushkën në dorë ta kesh e gishtin në kamës, prapun do të ecë në rrugën që më mëson partia. U rrita në një fshat të Pukës, flet Shukja. Mësimet e partisë më ndriçojnë mendjen, më përtërinë forcat. Kursi do të më mësoj me punue më mirë kur të kthehem në fshat. Tu e dhanë shembullin personal, shton Gjyli, gratë dhe vajzat e tjera do të na kuptojnë më mirë. Vënd të rëndësishëm në programet e kursit zë higjiena. Higjenë do të thotë kulturë, përparim, qytetërim. Do të thotë luftë e pamëshirshme normave të vjetra të trashëguara nga i kaluara. Veç higjienës personale dhe higjienës së banesave, ato mësuan si të japin në çdo rast ndihmën e shpejtë sanitare. Për asnjë çast, ato nuk do të harrojnë se veç punëve në kooperativë, ato i pret edhe një punë e madhe si aktiviste shoqërore. Mjaft prej tyre janë dëshmitare si rriteshin më parë fëmijët të malsi. Ka nëna fëmijët e cilave të kanë vdekur vetëm nga pakujdesia. Në kurs, ato mësojnë t'i mbajnë fëmijët të pastër dhe t'i rrisin të shëndetshëm. Shembullin konkret ato e shohin në çerdhet që vizitojnë. Këta fëmijë të shëndetshëm forcojnë dhe shtojnë në to bindjen se çerdhet e kopshtet duhet të lulëzojnë edhe në kooperativat e tyre. Ato të para duhet të luftojnë në këtë drejtim. Krahas mësimeve të tjera, përgatitja për mbrojtjen e adheut zë një nga vendet kryesore në kurs. Ndërsa Lina përgatitet, Sugarja bën gati plumbin. Filja, Lula, të gjitha qëllojnë në shenjë. Syri mprejti malsore strime nuk gabon. Njerëzit tanë kanë nevojë për rroba të lehta, praktike për punë, të këndshme për syrin dhe të lira. Këto njohuri të vlefshme, ato jo vetëm që do t'i zhvillojnë vetë më tej, por do të punojnë pa rreshtur për t'i prapur gjërësisht ndër bashkëfshataret e tyre. Gjatë 3 muajve në kurs, gratë dhe vajzat malsore mësuan edhe si të gatuajnë më mirë,
sidomos mësuan të përdorin më tepër për ushqim zarzavatet, të cilat në shumë zona malore nuk njihen. Kështu ato mësuan përdorimin e patates në gatimin e gjellëve dhe përgatitjen e ushqimit të fëmijëve. Përdorimi i gjerë i sa më shumë zarzavateve në gatim është sa i domosdoshëm aq dhe i levërdishëm si nga ana ekonomike, ashtu dhe nga ana e vlerave ushqimore. Në fillim, shërbimi ditor nuk kryej mirë. Çdo gjë për ato ishte e re, u duke e vështirë, por dëshira për të mësuar ishte e madhe. Sot, çdo punë e kryen me kujdes dhe dëshirë. Kudo duken duart e shkastë të grupit dejun, presin bukën në copa të vogla, kryen shërbimin në mencë e kudo. Dhe dreka hahet më me shije kur ambienti është i pastër. Në njerë mazbuke e inët lajen me ujë të ngrohtë dhe sapun. Enët e lara vendosen me kujdes në raftin që më parë është pastruar me ujë të ngrohtë dhe sodë. Sa emocion ndjejnë ato në kontakt për herën e parë me detin. Orët e lira kalojnë shpejt me lodra midis shoqeve. Postiri pritet me padurim. Ajo sjell përgjigjet e letrave nga prindrit, nga burrat, nga fëmijët. Vitoria lexon. Atë e pyesin për kursin, për shoqet, i tregojnë për vullnetaret që po çajnë rrugën në Vermosh, për dritën elektrike që së shpejti do të hyjë në çdo shtëpi, për çdo gjë të re që u ngjitet maleve. Në takimin me gratë dhe vajzat e Malësisë, shoqja Vito Capo, presidenti e Bashkimit të Grave të Shqipërisë, foli për kujdesin e vazhdueshëm të partisë për gratë malësore për çeljen e këtij kursi me porosi të vetë shokut e nverë. Dhe të tregoj një lirë si e kom shkrua vetë. Jena treja të Malësisë, ju përgjigjëm thirrjes partisë, erdhëm kurs në mësue në fshatrat e ona të rënmishue. Vajzat djep mas me fejue, jetën vetë me ndërtue si partia në e komësue. Zdalshin jashtë në uset i reja, i kish dhe